Vetën Soroj është njëri që ka ditur intelektual, kur është dashur të thotë Kosova ka të drejtë tjetër republikë, është dashur ta mbrojë, se ka thënë, e ka mohuar. Në luftë i ka ndodhur po ashtu, ka thënë në rastin e parë që të mvi, do ta marr. Si ka ardhur kur rasti? Kosova është çliruar. I ka ikur rasti, ka ikur historia. Sa i përket rilindjes, është një gazetë që ka shkruar që mas është një pikë zezë në gazetarinë shqiptare, ndash në informimin shqiptar. Ka pasur drejtar që kanë qenë shërptorë të Jugosllavisë, një farë, unë si kom njohur ata, Beqir Hoti, kryeredaktor Maksut Shehu. Ka qenë redaktor Vetën Soroj. Është distancuar, kur të gjitha kanë ditur, është distancuar prej parullës Kosova Republikë. Është njeriu që në çastet vendimtare ka dështuar. Kur është dashur, Vetën Soroj është njeri që ka ditur intelektual. Kur është dashur të thotë Kosova ka të drejtë tjetër republikë, është dashur ta mbrojë, se ka thënë, e ka mohuar. Në luftë i ka ndodhur po ashtu. E kam parë vetë në televizionin shqiptar, ka pyetur gazetari shprehimisht, a do ta kapish Kalashnikovin për shërimin e Kosovës, ka thënë, në rastin e parë që të mvi, do ta marr. Si ka ardhur kur rasti? Kosova është çliruar. I ka ikur rasti, ka ikur historia. Ati as politikisht nuk i ka dalë asnjë parashikim. E ka pyetur në një intervistë kur përgatitej e plani i Ahtisarit për pavarësinë e Kosovës, një gazetar, si do të shpallet pavarësia e Kosovës? Këshilli i Sigurimit, 15 minuta para orës 12, do ta shpallë dhe Kosova mandej do të mblihet dhe ta shpallë. Kërkundis. E mora këtë shembull të tregoj për një heshtje të madhe që e kanë bërë intelektualët, sepse Kosova ka pasur dhe ka edhe sot e kësaj dite intelektual. Por ai është parësyshme, është historikisht është dështimi më i madh që i ndodh një kombi. Serbia ka pasur sulme të përditshme ndaj identitetit, pas demonstratave, ndaj identitetit shqiptar, ka prekur në identitet dhe ndaj Kosovës si tokë. Ajo e ka quajtur djep i vetin, por kush e djeg djepin e vet, kush e shkatron, kush e ndjek. Ajo Kosovën e ka parë si pjesë për shfrytëzim. Ajo ka shfrytzuar politikën se shqiptarët janë duke ndjekur. Po bëjnë tërësini ndaj serbëve dhe po e ndjekin. Shkrimtarët serb e kanë banalizuar një gjë deri në pështërsi.